Çfarë i ndodh trupit nëse pini kafe çdo ditë? Minimalisht një kafe në ditë është pjesë e rutinës së çdo kujt. Ajo jo vetëm që na mban zgjuar, por na ndihmon në shumë aspekte dhe procese të rëndësishme të organizmit tonë. Në këtë video do ju listojmë disa nga përfitimet prej konsumit të kafes çdo ditë ose në vakte të tjera që mund ta konsumoni për ditë. Ajo përshpejton metabolizmin. Të gjithë zgjoheni dhe qëndroni pak kohë të përgjumur, por nëse merrni një kafe pas mëngjesit do të ndjeheni më energjik. Kafeja ndihmon në reduktimin e problemeve të kujtesës. Studiuesit raportojnë se të pish kafe në ditë redukton zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit me rreth 65%. Të bën të ndjehesh më mirë. Një studim i bërë nga Universiteti i Harvardit ka zbuluar se meshkujt dhe femrat që konsumojnë kafe për ditë kanë një risk më të ulët me rreth 50% të kryejnë edhe humbje të jetës. Ato janë të mira edhe kundër luhatjeve të radikaleve të lira dhe sheqerit në trup.